Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Mickovski premton dëshpërblime pas tujisë së fuqishme që goditi Shkupin. Mickovski falenderoi ekipet përgjegjëse për reagimin dhe theksoi se dëmet do të vlerësohen, ndërsa kompensimi do të bëhet në përputhje me ligjin dhe praktikën e mëparshme nga institucionet kompetente. Kjo qeveri kur nuk i ka lënë qytetarët të përballen vet, falenderoi institucionet dhe kryetarët e komunave të cilët më njëherë pas tujisë epike që goditi Shkupin, dolën në terren dhe vlerësuan dëmet së bashku me institucionet nën kompetencën e tyre, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Mickovski. Bashkimi Evropian në Kosovë ka shprehur keqardhje për rënimin e shtëpive pranë liçenit Ujmani, duke ngritur shqetësime për respektimin e procedurës ligjore dhe duke bërë thirrje autoriteteve që të ndalin çdo veprim të mëtejshëm derisa të trajtohen çështjet ligjore dhe provësore. Në reagimin e saj, Bashkimi Evropian thekson se rënimi i objekteve ndodhi në kohën kur banorët e prekur kishin përgatitur procedura gjyqësore brenda afatit të parapar. Sipas BE-s, raste të tilla, si dhe zhvillime të tjera në veri të Kosovës muajt e fundit, ngren shqetësime serioze për sundimin e ligjit. Delegacioni i BE-s kërkon ndërprerjen menjëhershme të çdo rënimi apo largimi të detyruar derisa të adresohen të gjitha çështjet ligjore. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. 10 paga mujore bruto, pension familjar suplementar dhe bursa të plota arsimore për fëmijët si dhe punësimi me prioritet për familjarët të policit të rënë në krye të detyrës. Gjithashtu bashkëshortja e policit që humb jetën në krye të detyrës dhe fëmijët e tij do të përfitojnë banesa falas dhe pronat e konfiskuara nga krimi organizuar. Këto janë shpërblimet që kanë vendosur Këshilli i Ministrave për familjet e policëve që vriten ose plagosen në krye të detyrës. Vendimi është bërë publik nga ministri i Mbrojtjes Besfor Llamallari. Javën e ardhshme pritet të merret vendimi për pjesëmarrjen e Shqipërisë në misionin ndërkombëtar në Gaza. Pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi gjatë një komunikimi me gazetarët sqaroi hapat që do të ndiqin për dërgimin e ushtarëve shqiptar. Ne do të dërgojmë oficer në shtabin e forcave ndërkombëtare stabilizuese. Shqipëria do të jetë pjesë e këtyre trupave. Kemi bërë një mision për shqyrtimin e territorit. Pas atij misioni do të dërgojmë oficerët e shtabit. Do të bëhet vlerësimi dhe angazhimi i trupave konkrete dhe aty do të specifikojmë sa trupa do të dërgohen dhe ku do të dërgohen specifikisht dhe do të jetë misioni tyre konkret, deklaroi ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi. Zëdhënësi antikorrupsionit në Partinë Demokratike Genta Vangjeli akuzon kryeministrin Edi Rama lidhur me financimin e ekspozitave artistike. Në një deklaratë për mediat, Vangjeli ka pretenduar se ndërsa qytetarët shqiptar përballen me rritje të kostos së jetesës, taksa më të larta dhe vështirësi ekonomike, kryeministri vijon të prezantojë punët e tij artistike në disa prej galerive dhe aktiviteteve më të njohura ndërkombëtare. Sipas saj, vetëm kostot e përdorimit të hapësirave ekspozuese në 2 ekspozitat e fundit mund të arrijnë 100.000 euro. Ndërsa shqiptarët përballen me varfëri, me taksa gjithnjë më të larta dhe një kosto jetese që rritet çdo ditë, kryeministri Edi Rama vijon të ekspozojë punët e tij artistike në galeritë më prestigjioze të botës. Ekspozita Crystallizing e zhvilluar këtë vit në Berlin nga data 1 maj deri 27 qershor, zgjati 58 ditë. Po ashtu, ekspozita personale në Paris nga 8 qershori deri 26 korrik, zgjati 49 ditë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.